Përshëndetje edhe për juve në studio, si që thatë edhe ju, ndodhem në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë, bashkë me doktorin Florin Ramadani, specialist i kirurgjisë, ortopedike dhe traumatologjisë, me të cilin do të flasim për problemet e gjurit, protezat dhe sfidat e sportistëve. Përshëndetje doktor, ju faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit që keni ardhur. Doktor, faleminderit juve që keni ardhur nga Austria, sepse ju punoni në Austri, në Vjen të Austrisë, por ju gjejmë edhe në Spitalin Amerikan në Prishtinë pothuajse çdo javë. Unë jam që shumë vite në Austri, keni të plotësisht të drejtë, mirë po edhe që shumë vite në Spitalin Amerikan, që tani jam i mishëruar në Spitalin Amerikan. Për çdo javë është pak e tepruar, me që një vikend e kam patjetër në Austri, po në të ardhmen si po ecin punët si duket, do të fillojmë me orar të plot këtu, po shpresoj që nga vera e këtij viti dhe do thotë atëherë do t'i thojmë lam të mirë Austrisë me që këtu do të fokusohemi për me trajtuar dhe me shëruar për pacientët që kanë nevojë dhe që na vinë në Spitalin Amerikan. Atëherë ju sapo dhat një lajm shumë të mirë për pacientët tuaj, doktor, sepse e di që ju kërkojnë shumë. Ka ardhur koha edhe për mua edhe për pacientët. Natyrisht pas kohë ne do të mungojmë për shkak të aktivitetet mia profesionale, me që nuk e di sa e di në opinionin, ku u heqi 3 katedra, një dy në Rumani, një në Moldavi dhe një në Amerikë, dhe jam i lidhur me kongresin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe me kurset që i bëjmë shumë shpesh dhe mirë po këto sen janë të gjithë në agjon, parimisht gjatë javës prej verës e në do të kemi këtu aktiv, kështu që do të kemi edhe më shumë kohë edhe për vetë dhe për pacientat. Atëherë, doktor, flasim pak për problemet që i hasni tek pacientët në Kosovë. Cilat janë ato më të shpeshta problemet e gjurit, pra që i hasni këto në Kosovë kur i trajtoni pacientët? Nëse flasim për problemet e gjurit, ka dy lloje të problemeve. Njënet janë problemet kronike, të cilat vinë si pasojë e lëndimeve, deformiteteve të mëhershme që nga fëmijëria, dhe të cilat fitohen me kohë, domethënë janë probleme kronike, dhe flasim për probleme akute, të cilat janë lëndime në komunikacion, në trafik, në punë, dhe posaçërisht tani me që jemi në dimër, mes të dimrit, vinë sigurisht tash pacientat me lëndime të ligamenteve, të cilat afatshkurt dhe afatgjatë shkojnë te dëmtimet kronike, të cilat i trajtojmë më vonë. Të shpresojmë që pacientët kanë me kuptuar që sa më herët me ardhur në drejtuar, sa më herët që më operuan, pasojë edhe dëmtimet që fitohen me kohë kanë me qenë sa më të vogla. Prandaj do thotë tash bëhet fjalë për lëndimet e skijimit, ku pacientat kputin ligamentet dhe prandaj bëj thirrje dhe apel që të gjithë ato që kanë dëmtime me ardhur sa më shpejt për me ju drejtuar spitalit te ne për me pas në trajtimin sa më të hershëm, se sa më herët që trajtohen rezultatet janë aq më të mirë. Doktor, te këto dëmtime të gjurit, kur vjen shprehje vendosja e protezës? Vendosja e protezës është sa më vonë aq më mirë, me që protezat e kanë kozgjaqen 15-20 vite dikun, do thotë ne nuk mund të operojmë një pacient me 20 vjet me protezë, që mas 20 vjet vjen pacienti për me ndruan. Prandaj edhe një herë peceku, sa më herët që trajtohen dëmtimet në moshën e hershme, aq më vonë nevoja për protezë. Doktor, ju përmendet lëndimet në fakt nga skijimi. Juve ju bjen të trajtoni edhe sportistë. A mund të na flisni për sportistët, çfarë lëndimeve më shpesh hasni tek sportistët? Lëndimet janë të gjithë njëjta, mirë po sportistët kanë një menaxhim pak më specifik, jo pse ne i dojmë më shumë ose ku diçka më specifike e tyre, me që aktivitetet e tyre janë edhe nevojat e tyre pas lëndimit janë shumë të tjera. Unë për shembull Melinda Kelmendin, Nora Gjakova dhe shumë sportistë që njihni gjithë i kanë trajtuar dhe ju kanë kthyer dhe rikthyer të gjithë aktiviteteve, por ke sportistët bëhet fjalë për ligamentin kruciat anterior, se kemi 2 ligamente në gjuhë anterior dhe posteriorin, për lëndimet ligamenteve anësore dhe për dëmtimet menisqeve, por kryesisht ligamenti kruciat anterior, por natyrisht ka edhe lëndime multiligamentare, ku atëherë bëhet fjalë për një trajtim shumë kompleks dhe me pikpyetje a ka më kthy pacienti karrierës apo jo. Në rastet më të mira, doktor, pas sa kohë mund të kthehen në aktivitet sportistët? Nëse pacienti, po flasim për sportist, operohet dhe trajtohet, domethënë aktiviteti dhe mobilizimi është i menjëhershëm. Mirë po, ka guidelines, ka udhëzues të cilat na udhëzojnë se si duhet të trajtohen, prandaj ne dhe i flasim me pacientët, ata të cilët kanë trajtime kirurgjikale në kuptimin e rekonstruksionit të ligamenteve, i kthehen sportit më herët, jo se 9 muaj, mas 9 muaj. Kjo nuk do të thotë që janë inaktiv, kanë tani kohën trajtim edhe fizioterapeutik,
edhe kontakt me topin, por jo me kundërshtarin, ama për me u kthye definitivisht në aktivitetet e mëparshme të sportit, 9 muaj, përpara kemi qenë në 7 muaj, por me studimet që kemi bërë, dhe unë jam në bordin botnor të Ligjyres Gjunit, nuk e din dëgjuesit, kemi vendosur që me shtyje edhe 2 muaj plus për me qenë ma safe, ma të sigurt që nuk do të ndodhë asgjë. Kjo nuk do të thotë që nuk ka me u kput ligamenti, si ligamenti ku se kputet ai origjinali, pse mos më kput një transplant. Bile jo pak më parë kam një sportist i cili ditën e parë që kam leju medalë me lume top, ka pas lëndime dhe në qatë ditë ka kput prap ligamentin, prandaj do të kujdesi i posaçëm është kur të fillojnë me u rikthy me që një propriocepcion, do të thonë, besimin në vetë pacientët nuk e fitojnë qatë shpejt, kështu që i duhet kohë derisa të rikthehen, ama legitimisht lojnat me top sportet luftarake, skijimi dhe tenisi janë mas 9 muaj prej operimit. Doktor, po kthehemi edhe një herë në fund tek skijimi, ndoshta për shikuesit nga çka duhet të sillen, si duhet të kenë kujdes që mos përfundojnë me lëndime të tilla dhe të shtruar në spital më pas. Fatkeqësisht unë jam, ç'më me thonë, në një situatë me bë krahasimin e pistave në Austri dhe preparimin e pistave në Kosovë. Me keqardhje duhet të them që pistat janë shumë keq preparuara, janë me akull, janë me gur, ku pacientët nuk mund t'i shohin dhe dëshira për me është shumë e madhe, prandaj edhe mundësia për lëndim është shumë e madhe, prandaj të kenë kujdes në pistat, nëse nuk janë preparuar mirë mos me hynë në pistë, me filluan me lëshim, janë 3 stazat e kaltëta të zeza dhe të kuqe, jo me shku direkt e kuqja, dhe natyrisht edhe që kanë përgatitje të mira, natyrisht duhet, por nëse vjen deri te lëndimi është i paevitueshëm. Herman Mayer, cilin e quajmë Herminator në Austri, ka fituar 5-6 olimpiada botnore, ka pas lëndimin kputje, është operuar dhe ju ka kthy komplet sportit, por bateria dhe trajtimi pas operacionit është një sen vendimtar i cili i kthen dhe i rikthen pacientët prapë në sport. Doktor, nëse nuk keni diçka tjetër me shtu, ju falenderoj shumë që gjetët kohë sot për ne. Faleminderit që keni ardhur, edhe një herë apeli i pacientëve mos ta shtyjnë shumë, mos të enden nëpër spitale, posaçërisht në rajon, meqenëse sot nuk ka nevojë më pacientët në poshtë lart, jo vetëm se ne kemi natyrisht edhe qerë kolegë të cilët punojnë kirurgji të gjunit, por natyrisht keni e dini mos flasim për vete për përvojën, prandaj janë të gjithë të mirëseardhur dhe i përshëndes edhe gjithë pacientët që i kemi operuar dhe ata që janë mirë dhe janë mirë, dhe kështu që do të thotë thirrja është mos të hezitojnë me ardhur për më bë vizita sa më herët aq më mirë. Ju faleminderit, doktor.